penale ndaj ish kryebashkiakut të Tiranës Veliaj, po ashtu presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe jo vetëm, do të shkojmë me kolegun Fatjon Gjinaj. Fatjon, mirëmëngjes, e nisim së pari me seancën paraprake për presidentin e Partisë së Lirisë Ilir Meta, kur pritet të mbahet dhe çfarë deklaroi avokati i tij Cakrani. Të përshëndes Arnold, seanca e sotme paraprake për presidentin e Partisë së Lirisë Ilir Meta, Monika Kryemallin dhe personat e tjerë të marrë të pandehur nga SPAK nuk u zhvillua seanca për shkak të mungesës së avokatit të zonjës Kryemalli, e cila parashtroi se ndodhet në masë kufizuese për shkak të një ngjarje të ndodhur në një gjykat në vend dhe e pamundësonte prezencën e tij, ndërkohë që data 11 nëntor është caktuar për seancën e radhës. Qoftë Kryemalli, por qoftë edhe Kujtim Cakrani që mbron presidentin e Partisë së Lirisë, kontestuan zhvillimet e ndodhura në gjykatën e posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar me trup gjykuese monokratike Irena Gjokën, e cila shërton edhe kërkesat paraprake dhe shërtimin paraprak të procesit ndaj Ilir Metës dhe personave të tjerë ndalur në disa pika. Së pari, SPAK tha Kryemalli dhe Cakrani solli prova të reja në gjykat që kishin të bënin me përgjigjet e disa letërporosive nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjë e cila bie ndesh me procedurat ligjore për shkak se periudha e hetimeve ka përfunduar dhe dosja ka mbërritur në gjykat dhe nuk mund të ketë, sipas avokatëve të Metës, shtim të provave nga organi hetues gjatë fazës së gjykimit dhe konkretisht gjatë procesit të paraprak. Nga ana tjetër u kontestua gjithashtu edhe vendimi i Irena Gjokës për herë të dytë vendos të pezulloj afatet e paraburgimit për presidentin e Partisë së Lirisë Ilir Meta. Deri në seancën e ardhshme nuk do t'i llogariten ditët e burgimit në vendimin përfundimtar që do t'jepet ndaj tij, ndërsa kjo u konsiderua si një shkelje tjetër flagrante nga Cakrani, i cili tha se kjo u bë për shkaqe që nuk kishte të bënte me subjektin që ai përfaqëson ligjërisht në gjykat, por me mungesën e një avokati të një personi subjekti tjetër, në rastin konkret Monika Kryemallit. Dhe në këto rrethana, tha Cakrani, nuk bazohet në procedurë ligjore vendimi i gjyqtares Gjoka për të pezulluar afatin e paraburgimit për presidentin e Partisë së Lirisë Ilir Meta, i cili në fakt përfaqësoi në gjykat nga avokati i tij Kujtim Cakrani. I njëjti vendim kujtojmë se u mor ndaj Metës me pezullim afatesh paraburgimi edhe në seancën e kaluar, ku ju pezulluan afatet e paraburgimit, që gjithashtu sipas avokatit Cakrani ishte një tjetër shkelje për shkak se avokati u paraqit në seancë dhe tha se nuk mund ta ndjek procesin, duke qenë se dhoma kombëtare avokatisë kishte marrë një vendim për bojkotimin e seancave gjyqësore për 5 ditë për shkak të një ngjarje që kishte ndodhur në qytetin e Elbasanit dhe gjykatën e Elbasanit, ku një avokat ishte arrestuar për shkak të qëndrimeve që kishte mbajtur ndaj prokurorit të çështjes ku përfaqësonte klientin e tij. Kjo është dinamika e procesit gjyqësor ditën e sotme, i cili nuk pati konkludime në rreth kërkesës së SPAK për kalimin e dosjes në gjykim. Ka patur tensione, e konfirmoi edhe vetë Cakrani pikërisht mbi këto tema që trajtuam më sipër, por nga ana tjetër tha mbrojtja nuk ka një reflektim nga gjykata e posaçme dhe gjyqtarja që udhëheq procesin në fazën paraprake, gjyqtarja Irena Gjoka, për cilën tha Cakrani se betejë kundër saj do të vijojë pikërisht në këtë moment, duke qenë se është në papajtueshmëri me ligjin dhe funksionet kushtetuese ligjore, prezenca e saj në këtë proces gjyqësor dhe paralajmëron në këtë mënyrë edhe ndoshta në të ardhmen kërkesa që do t'i bëhen organit gjykues për përjashtimin e saj nga ky proces. E theksoi Cakrani, e përsëriti në fakt se Irena Gjoka nuk duhet të jetë pjesë e trupës gjykuese, edhe për një fakt tjetër që ka të bëjë me procedimin penal të regjistruar nga SPAK verën e kaluar ndaj Irena Gjokës për sipas saj mashtrime në procesin e vettingut dhe në formularet e vetë deklarimit, ku nuk ishte trajtuar dhe pranuar një dënim dhe dobim të saj nga shteti grek. Fatjon, kalojmë një tjetër çështje tashmë për të shkëputur nga Meta, për të shkuar tek ish kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, që pritet